veçanërisht në artin, ka të paralipsi, ka të njerëz të profesionit, njerëz të interesave kulturore dhe unë në emër të Akademisë së Shkencave Jullore të Cilësinë së Artit. Në që kanë të paralipsi, në më të retrovi të konstituimi të artë dhe në shkencave. Dhe kjo për një kërëqen për atonit të shumë dhe libri, autor i stilit është Zena Këqira, që në mes, në kanal të Shqiptar, për i veqa dhe i partishim. Për të adhën më pasjarën sa njerëz ekspertë që në një kësat të shqiptar në Bajnit. Në thamë se argumenti të cilin ka përballu autorja të momentin kur kam pas prezere në temi doktorale, të qenë shumë interesant për ekipavet të studimit të artit të shqiptare, për shkak se të fush, kosmografia, kostumet në përgjithësi, kanë qenë të studiuar dhe në nivele popullore, dhe në nivele etnografike. Nuk ka pas në njerë fokus interesimesh për ka pas se si kostumi vjen nga kurimi etnografik dhe të shmërohet një kostum në vjetëmi për të artistika, kur vjen nga kurime të tjera artistike për të shmëruar sërish në ngjarje artistike. Pra, argumenti është përgjithësisht i ri dhe janë samonisht i mirëpritur në nivelin tonë. Ne akoma një vend që nuk ka një histori zyrtare të teatrit, që nuk ka një histori zyrtare të muzikës, që nuk ka një histori zyrtare të kinemas, pse kontributet janë vi internazerë, por në këtë kuptim çdo lloj monografie, ç'është kjo enciklopedi në rast marrëdhënie që ka lidhje me spektaklin, është një ngjarje. Mendoj se po jetojmë një epokë ku njerëzit me ose pa dashje po humbasin kujdesin, ka një shpërdorim të radikalisht sistematik të materialeve që vinë nga shtuar. Jemi po tregohemi një vend që nuk ka interes për arkivat, nuk ka interes për muzeet, nuk ka interes për institucionet të ruajtjes së kujdesit. Veçanërisht në dekadat mas viteve 90, pra, filozofia e konsumizmit, e materializmit, njerëzve të cilët vetojnë të sotmen për të patur vjeshmen, dhe pas nesërmen, ka shkaktuar një kaos total të drejtë. Konsumi është pjesë shumë e rëndësishme në qytetërimin. Aq e rëndësishme sa që një antropolog mendoj se shënja e qytetërimit vjen në momentin kur kemi kujdesin për veten. Kujdesi për veten nuk vetëm një kujdes sanitar, që është edhe kujdesi i vetë në momentin të spasin. Kam të përshtu në panel është një të rinjohët për më të mirë të etnografisë, në përshëm të cili ka të marrë ka përshtu të tjene të dizajnit, në përgjësi, dizajnit industrial, në komplet dhe kostumit, posaçërisht edhe kostumit përdorur në eventet artistike si të spektakli i gjallë. Profesor të mëndësire, që në shumë nga që e fjallën, për të fasu një pasajtë për të në kujtështë të në dhe. Një privilegjuar, po në vendin e pamjetuar, në shëntur me nevojën autorë profesor,
si që kanë për dhe oponensën, sfari do të falenderoj më të interesimi, dhe gjitha në të uroj e autore, për punën e shkëlqyre që përtoj, në pikpamjen time është një përfil të interesant, surprizohet për ta shtërteri, edhe për faktin se në mënyrën se si i përqaset materialit, a një të ndryshim shumë interesant, ka thallë profesorët të panë, në përmjet të një kostumeve, ajo përfshin përkurse gjithë teritorin e artën shqiptare dhe enda dhe janë. Dhe ajo është shumë interesante. Duke e kthyer gati një enciklopedi, ne vuajmë shumë për prodhimet e tij. Pavarësisht se në mënyrë rastësore ato dalin, po më tepër ngelen kështu sqedullat tona që jeni të interesuar mund se sa përfshin një fill të rregullt. Kështu që thënë që ky është një kontribut me shumë vlerë në hapësirën e artit, sepse sot po kuptojmë më së miri atë që tha profesori, që arti është shumë i lidhur me njëri tjetrin. Pra të lidhur se vetë kosmografi përfshin të gjithë artin. Dhe po përthelojmë në kuptojmë shumë pa fund situatë. Kështu që mund të bëjmë një komplet profesionale në një sakrificë që është zakonshëm. E kam ndjekur në një fuqime të vjeca, ka qenë një marrëdhënie e shumë shoqërore së sa. Dhe megjithatë prapë për pasojë. Është një punë e përmbështetur, e ngritur deri në detaje, në gjitha pjesët e saj. Do doja ta uroja një nga zemë, edhe për radhën, sepse për pedagogji, një punë e bërë një të jo, ose tjere. Sorry, but perhaps really persone professori al momenti costumi anche materie sportive stanno in materia artistica spesso in teatro, in opera, non ieri qualcuno, ma ieri si trova anche in poi raggiunge un po' da limite alta moda si alta moda di paragrafo dentro di veda o non rasa pur più fi preoccupato per che il quadro pienso di Kandiyet historinë e artit shqiptar, është bazat e normale të krijimit mahurën në bani në historinë shqiptar për historinë për shkak të minimalizmit da kemi në sa po hapet si pari të artit në shohin skenën dhe shohin personazhe specifik. Dhe shfaqen me kështu pas e këllën e shtatë. Pa, teksti të rëndë bazë në materie qetë, është më tepër, por në dramaturgji, dhe shikon personazhet të vërtetë, apo atyre që janë në janë se ato nisën të dohen në të.
Në të ardhur ka një parim shumë të rëndësishëm që ka lidhje me konsumën në scenografi. Parimi është aktori transformohet dhe i transformon kostumin. Pra futet në marrëdhënie fizike me kostumin e vet, me kostumin e partnerit dhe me scenografi. Entonces, entonces, maybe in scenografi simply imaginando muitos fatos, fabrico, até na scenografi do decor, entonces que me costuma un personaje aqui se na vida, por si ver artística na palhaça perché mi raça essa conferência de fábrica por personagem e personagem ótimo conhecimento por esse momento professor Stephen a forma está matéria acho que não tamam raci të kompleksu limi është shkojnë që si vërtën një profesorit të janë në boka e tekstë në profesorit të janë të fanë e fakultetit të
Për të vazhduar një koment pak hapur sa enciklopedie, vërtet në enciklopedi, në të faktit se ne kanë vështirë të ndalojmë në agrikulturë të sektorit të gjallë apo gradër universitare, por historia është famosa qytetar. Edhe kam personal disa stacione shumë të rëndësishme për realizuar komente shumë interesante për shenjën e fotografisë të personazheve të Corin Romenos, i cili rejtarinë e tij ka përfshirë sate folklori apo të fotografia të gas nacionale apo kartone. Edhe të personazhe civili, të personazhe të cilët kanë qenë në universitet, që kanë portrete të fëmijëve, e kështu me radhë. Deri tek veprat të tjera në stacione të tjera të rëndësishme, po kemi ka interpretuar se përdorin me portretet e Julianit, Giovannini, pra me disa kultura ekonike të artët shqiptare. Dhe kjo e ban meritën autorit një akti hermeneutik, pra një akti interpretues. Një aksion, një veprim që të nëmë të ta shkurtoj distancën midis autorit dhe kritiqit apo autorit dhe shqiptarët apo autorit dhe konsumorit dhe vetes. Në këtë sens ajo është objekt për libri masak, bëhet motori në vetë për libri për rrugë, bëhet objekt dhe një imagji që duhet të jetë pjesë e gazetarisë kulturore, e medias, e televizionit, të radios, e gazetave, e jornalave. Dhe duket se ka më rasti për ta përgatitur në studi një poet, gazetar të televizionit, poet të shtetit. Në këtë rast, për shkuar edhe për Ermenita, po për accidentale in fact are making it Është një vepër të bëmir të punës tonë, të bëmirate tonë, në të tas në aspektin stilistik të veprimit të veprimit. Është një vepër me jo vetëm shtirim në rrafshin kronologjik, por në aspektin analizit. Është një vepër që sjell refleksion për çështje të caktuara dhe kjo dëshmon një atë që analiza dhe kritika nuk janë monopol i disa njerëzve, por jetë që dëshmon në dhe bën atë ashtu siç duhet. Mendoj që në këtë aspekt kemi si në raport me atë që thotë Stefano dhe të shqetësimit zgjidhje, që ne akoma nuk kemi një enciklopedi të hapur, si një enciklopedi të hapur shqiptar. Unë mendoj që veprat të tilla janë në shërbim në qëllimin e tyre. Por që kemi sa shumë vepra të tilla.
Para se të kanë një proces që problematika anche amore, anche bizantino, per propici che spartilisce come poi io la planesi perché poca ione cila sa storizzene in tutte le città che non permettono io di città che ne propiscono che fascesi in due sapere in ogni era ma non si sa viene in questo cibo che se vede di molto cose che la scienza
rrogë zëvësit e Andromaci Gjergjin, cilat hapën parë të rrugës të sëllimit në Kosovë në Shqipëri dhe rrugë të rrugës të mësimit të rrugës. Një kalendër të gjitha dhe shqipë në vitin 2000. Pra, të nënërojnë në ekonomisë të shenjtë, por në Në të poshtë më më, atëre falenderoj shumë të ëmbra. Participando në rrugës të jam aktivitet analitikë që po pas problemit të ndihmës. Por jam shumë i njohur për bashkëpunim, atë që ka realizuar në libër